Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat mëllupse të horoskopit. Në vend të parë është Demi. Demi ka një lidhje të veçantë me ushqimin. Ai nuk ha thjesht për të mbijetuar. Ushqimi për Demin është kënaqësi, art dhe ritual. Dashuria për shijen e mirë dhe për kombinimet perfekte e bën çdo vakt një eksperiencë të plotë. Nuk mund t'i rezistosh kur shet Demin duke shijuar një darkë të mirë. Është mjeshtër i kënaqësive gastronomike. Në vend të dytë gaforja. Për gaforen, ushqimi ka një lidhje të fortë me emocionet. Kur han, dihet e lumtur, e sigurt dhe i qetë. Ajo gjithmonë zgjedh vaktet që i kujtojnë kujtime të bukura dhe që i ngrohin shpirtin. Për gaforen, një darkë e thjeshtë me familjen ose miqt mund të jetë më e vlefshme se çdo gjë tjetër. Në vend të tretë, Luani. Luanët e duan ushqimin pa aq shumë sa duan veten. Ata zgjedhin restorantet më të bukura, shijojnë çdo detaj të një vakti dhe nuk kursejnë. Kur vjen puna, sigurisht dhe te cilësia. Për Luanin, ushqimi është një mënyrë për të shfaqur stilin, luksin dhe karizmën e tyre.